Horoskopi ditor është shtunë 3 maj 2025. Dashi. Dashuria. Gjendja sot nuk do të jetë më e mira dhe ju do t'i transmetoni pasiguritë tuaja partnerit. Nëse jeni në çift, mund të jepni një pamje të deformuar për veten. Mundoni të jeni më të qartë. Zemrat e vetmuara do të bëjnë takime interesante dhe do të jenë në gjendje të njohin njerëz të ri. Puna, çfarë po bëni? Edhe nëse nuk ju kënaq, mund të jetë një trampolinë e madhe për të ardhmen. Demi. Dashuria. Nëse po përpiqeni të ndrejtni një gabim të bërë kundër partnerit tuaj, mos hezitoni të flisni. Ju duhet të gjeni forcën për të parë në zemrën tuaj, aq më shpejt ju bëni atë më mirë. Beqarët do të duhet të kushtojnë vëmendje për plasjeve të mundshme me njerëz shumë këmbëngulës. Puna, një projekt i ri pune duhet të kryhet me vendosmëri, por mos bëni zgjedhje shumë ambicioze dhe mbani këmbët tuaja në tokë. Binjakët. Dashuria. Në dashuri diçka është e gabuar dhe një sqarim do të jetë i nevojshëm. Mos mbivlerësoni miqtë të rinj, por nëse keni frikë të izoloni veten, atëherë do të merrni pjesë në takime me shumë njerëz. Beqarët do të jenë në gjendje të takojnë njerëz që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e tyre. Puna, me Marsin në aspekt të favorshëm, do të vazhdoni pa u ndalur. Megjithatë, disa pengesa mund t'ju bëjnë të ndryshoni programin tuaj. Gaporja. Dashuria. Disa ngjarje sentimentale të paparashikuara do t'ju udhëheqin për të shqyrtuar ndjenjat tuaja. Ndoshta ju duhet të ndryshoni drejtim. Nëse jeni vetëm, do të keni shumë mundësi për të përjetuar aventura emocionuese dhe flirtime. Do të jeni shumë interesant. Puna, sot ju do të ndjeni fort dëshirën për të marrë përsëri frenat e jetës suaj, kështu që vazhdoni deri në destinacion. Luani. Dashuria, një ditë e manitshme e erosi është i lartë dhe mund të sheshojë keq kuptimet me partnerin tuaj. Mes puthjeve dhe përqafimeve ju do të jeni në gjendje ta bëni dikë të harrojë mungesën tuaj. Për beqarët do të jetë një ditë e këndshme e mbushur me lajme, takime të shkëlqyera në mbrëmje. Puna, dita do të provojë të jetë e rëndësishme financiarisht. Sot do të ketë të ardhurat të shkëlqyera që do t'ju pëlqejnë. Virgjëresha. Dashuria. Ju keni një dëshirë të madhe për të rebeluar kundër rutinës, por ju do të preferoni të menaxhoni qetësinë tuaj të brendshme dhe të vlerësoni se çfarë do të ndodhë. Jupiteri në opozit gjithmonë krijon disa dyshime rreth ndjenjave. Beqarët mund të takohen me shpirtin e tyre binjak dhe të lidhin veten për gjithmonë. Puna, një ndryshim i madh po vjen, nëse nuk jeni të lidhur me kontratë ose ndryshe mund të veproni ashtu siç preferoni. Peshorja. Dashuria. Shumë gjëra të reja po vijnë në dashuri, madje edhe për ata që janë lidhur për një kohë të gjatë. Venusi në një aspekt të favorshëm gjithashtu favorizon beqarët, të cilët do të tërhiqen nga një person shumë i veçantë. Puna. Sot është një ditë e mirë për të shpresuar për rritjen profesionale. Jeni të kujdesshëm për të vlerësuar të gjitha propozimet hyrëse. Akrepi. Dashuria. Kjo është një ditë interesante për ata që po përjetojnë një marrëdhënie të re. Edhe për çiftet e vjetra mund të ketë përmirësime në marrëdhënie. Zemrat e vetmuara mund të gjejnë veten në intimitet të veçantë me një të njohur të vjetër. Megjithatë, takimet janë të favorizuara. Puna, nëse keni ndërmend të rikuperoni një kontratë pune të ndërprerë sot, do të keni më shumë shanse për sukses. Shigjetari. Dashuria. Nëse keni projekte serioze dhe afatgjata në mendje sot, do të keni shumë shigjeta në harkun tuaj. Është koha për të kthyer në kontakt me njerëzit që mund t'ju ndihmojnë të bëni projekte dashurie. Beqarët do të ndihmojnë më mirë për të mos mbajtur gjithçka brenda, por të flasin qartë. Puna, yjet janë të favorshëm dhe ju mund të rikuperoni negociatat dhe biznesin që keni menduar të humbisni. Tani ju mund të veproni. Britsjapi. Dashuria. Çiftet sot mund të vijnë në provë. Dashuria e re është interesante dhe duhet të ushqehet, ndërsa ata që duan të martohen ose të fillojnë një jetë së bashku duhet të kuptojnë nëse koha është e duhur. Beqarët nga ana tjetër nuk duhet të veprojnë instinktivisht, mendoni më mirë. Puna,
Nëse jeni duke ndryshuar punë, aktivitete apo grupe, do t'jetë e përshtatshme që të zgjidhni mosmarrveshjet që janë hapur në të kaluarën. Ujori. Dashuria. Ata që kanë qenë të martuar për vite të tëra, ndjejnë një nevojë të fortë për konfirmimin e dashurisë. Për të mos krijuar keqkuptime, do të jetë e rëndësishme të evitoni çdo lloj diskutimi. Ata që duan të fillojnë të jetojnë së bashku, do të duhet së pari të mendojnë mirë dhe pastaj të veprojnë vetëm nëse janë plotësisht të bindur. Puna. Në këtë periudhë do të keni probleme të komunikoni me kolegët, ju po përballeni me çështje të mpreta. Peshqit. Dashuria. Venusi në shenjën tuaj afron dashuri të mëdha, që mund t'ju bëjnë të realizoni ëndrat. Çiftet e formuara sado mund të lëvizin drejt një të ardhme të ndritshme dhe të qetë, beqarët do të jenë në gjendje të takojnë njerëz të rinj dhe të përjetojnë shumë emocione. Puna. Ju po kaloni një fazë ideale për të punuar në projekte të reja, që së shpejti do t'ju japin kënaqësi.